Kandidati për kryetari i PDK-s Shaqir Totaj dhe kandidat për kovendar takojnë shoqatat e dala nga lufta, ku ishin Isa Berisha, Burim Shala, Gjevete Berisha dhe antarë të kryesive të këtyre shoqatave. Me këtë rast, kryetari Totaj ka uruar këto shoqata dhe tha se ne jemi të lidhur me ju për shkak të gjitha rrethanave që ka kaluar Kosova. Jemi të bindur se strategët e luftës që kanë bërë kaq shumë për lirinë e Kosovës së shpejti do të lirohen nga Haga, kurse ne kemi pasur një bashkëpunim të mirë dhe këtë bashkëpunim do ta vazhdojmë, tha kryetari Totaj. Ata veteranëve të luftës që ka specifikën e vetë për shkak të origjinës PDK-s. Tash UÇK-ja edhe veteranët e luftës i takojnë këtë shoqëni. Mirë, po na e konsiderojmë që me PDK-n është një farë lidhësmëria pak më e afërt për shkak të kalumës edhe për shkak mënyrës se çysh ka lind PDK-ja si një lloj kontinuiteti apo vazhdimësi. Po du me besu që në Hagë çdo gjë ka mu kry mirë, sa ajo është një punë shumë e rëndësishme, po në anën tjetër, misioni jonë nuk është vetëm për Prizenin, është mision që shkon për te qytetit Prizenit, është mision për shtetin e Kosovës, është mision për me dhënë atë kontributin që Kosova mu kthy ka e marra, se jem ka ballafaqohet me një ketë qeverisi. Nuk po flas shumë për Prizen, për afërsisht, për shkak se parafrasisht e dim punën tonë që kemi bërë në to 4 vjet, janë gjëra që shihen, po ka edhe gjëra që nuk shihen, po janë të mashme, edhe ato i dini ju performanca ato këtu. Po puna jonë nuk është veç punë për Prizenin. Është mision për me dalë fuqishëm Prizen, edhe për me dhënë një mesazh të rikthimit të PDK-s edhe në nivel nacional, bashkë me parti tjera të mos e përfshi vetëvendosin për shkak se jemi të ballafaqur me një ketë qeverisje, e cila na ka prunë sankcionet Bashkisë Evropiane, e cila ka arrit me na ndërprer dialogun strategjik me Amerikën. Na e dim që pa Amerikën edhe pa Evropën as çto jemi të sigurt. Për këtë arsye, sa më të fuqishëm dalëm, aq më shumë gjasa kemi më pas mu kthy në nivel nacional, e masanena jo veç Prizeni, por këtë Kosova ka më funksionu më mirë, ka më performu më mirë. Kurse dhe kryetaret e 3 shoqatave nga lufta, Isa Berisha, Burim Shala dhe Gjevete Berisha, kanë kërkuar që të kenë kushte sa më të volishme në këto zyre. Pastaj është falendëruar drejtoresha e arsimit e Lulieta Veselaj Gutaj, pasi për herë të parë është arritur një marrëveshje që fëmijët e veteranëve të marrin bursa shkollimi. Ndërsa është kërkuar një përkujdesje për protezat e invalidëve, si dhe të kenë kushte e mundësi më të mira që të funksionon edhe muzeu i UÇK-s në Landovic. Kjo e dim që kjo nuk mvorët për qeverisë lokale, për kjo është për qeverisë qendrore, kështu që nuk du me një anena, ne kemi kërkesat minimale që janë. Kemi veç funksionalizimi i zyrës që me shku qështë duhet dhe si duhet. Ne financa tjera nuk kemi, e dini që ne jemi vetë financues, do më thonë për mes sisteme kartelave. Mi po do punë janë bo në këtë drejtim. Une kum falenderua dhe drejtoreshën, është viti 2 me radhë e drejtorisë arsimit që na ka përkran këtë drejtim që asë një qeveri nuk e ka bo për fëmijët e veteranëve, cilët me një bursë i ka stimulu, kështu që nuk është një shumë kumedica e madhe, po është simbolikë, po shumë do me thonës. Dhe ne kemi edhe do projekte tjera, cilët i kemi nisë me ju edhe me natin edhe me qeveri lokale, duke ditur që për çdo ditë veteran po desin, do me thonë, edhe duhet ta kenë një vend meritum që të varrosën pranë shokut, njëri tjetri. Është votuar në asamble që vendi për meritorët, për veteranët e luftës tjetë përballë familja, përballë dëshmorëve. Edhe kështu që shpresoj që ky proces me qeverinë e ardhshme që do të bëhet, do të konstituohet dhe do të ecet përpara. Jo shpresoj, po sigur. Po. Drejtoritë kena një bashkëpunim të mirë, po shpresojmë që mandatin tjetër do në mjëdetu me një kërkesë sa i përket një 6 invalidëve të luftës që janë me proteza që shpesher për ballafaqohen, nuk është vlerë shumë e madhe për mindru kamot, kemi invalid që i kanë kam të këputët dhe është ngecë diçka dhe në nivel qendror. Kjo po shpresojmë që qeveria komunale e ardhshme që ta bëj, dhe më thonë, bëjmë një kërkesë aty që ta nda një buxhet dikun rreth 200 apo 300.000 euro për 4 vite të ardhshme për mja ndru çdo proteza të invalidëve të luftës, se më të vërtet kanë shumë nevojë. Një problematik tjetër është muzeu i
veteran i dëshmorëve në Landovic është. Shpesh, po thuaj se që 2 vite është i mbyllur aty, janë uniformat e disa dëshmorëve që janë aty, janë me sende. Është ajo kur nuk po pastrohet edhe po demolohet. Për shkak ku bën kërkesën gati gjithë drejtorave, edhe kryetarit, nën kryetarit për çet muzeun që përmendin ky djalë. Ky është në ndërvisë është më për ditë se na, po unë gati për ditë. E shoh, shumë është i dëmtuar edhe pa. Kemi pas raste kanar prej Amerikës një delegacion donë me vizitu shtunën, dillën, donë me vizitu muzeun, nuk ka çelca. Lypane, mas 4-5 orë, mos i shkuan ata po më thonë që i gjetëm. Nuk është në rregull ajo punë, për çato duhet pak me pas kujdes edhe aty. Me këtë rast, përfaqësuesi i komunës që është zyrtare këtyre lidhjeve komunë shoqatat e dala nga lufta në Hatel Shani, ka folur se ky bashkëpunim do të jetë edhe më i madh pasi që këto kërkesa janë legjitime. Po disa projekte, disa gjëra janë bë, si prioritet u konë edhe caktimi i varrezave për veteranë, që konë temë shumë e ndihshme. Jetën ku edhe për disa çështje për zyrat e kategorisë ndara nga lufta i kemi dini se çka u bë. Po, ka mundësi për përmirësim edhe më shumë. Ka mundësi, po edhe kërkesat që, të gjitha kërkesat që i keni do të shërtohen, do të shërtohen edhe mëna mundësive ligjore financiare, mendoj që arrijnë më shumë. Faleminderit. Bashkarisht u dakorduan që nëse kryetari Totaj do të vazhdoj plus 4 vite, ky bashkëpunim të mbetet edhe më i fuqishëm pasi që tashmë ata kanë edhe probleme sepse me qeverinë qendrore i kanë ngrirë raportet.